Fenomeni Shkodran Luiz Eli dhe moderatorja bukuroshe Kiara Tito sot kanë nisur organizimin e festës madhështore që kanë ndërmend të realizojnë për ditëlindjen e parë të vogëlushës së tyre të adhurueshme Luna Mari, e cila këtë muaj mbush plot 1 vjeçe. Ka qenë moderatorja e dashur e cila ka publikuar një video shumë të bukur ku shfaqet me partnerin e saj duke diskutuar dhe duke menduar në një ambient të hapur dhe me organizatorët që ata kanë zgjedhur për të bërë festën e ëndrave të ditëlindjes së parë të bebushes së tyre. Kjo video ka ngjallur pafund kuriozitet dhe shumë pyetje tek njerëzit. Sot, Luizi dhe Kiara janë në kulmin e emocioneve, pasi kanë nisur zyrtarisht përgatitjet për ditëlindjen e parë të bebushes së tyre, e cila pritet të festohet në fund të këtij muaji. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura kundrejt Luizit dhe Kiarës, ku sigurisht më së shumti mbizotërojnë pyetjet lidhur me festën që ku do e bëjnë dhe kë do të ftojnë. Burime pranë çiftit bëjnë me dije se përgatitjet kanë filluar që në mëngjes, ku Luizi dhe Kiara janë parë duke vizituar disa vende të mundshme për organizimin e festës. Të buzëqeshur dhe plot entuziazëm, ata janë të vendosur që kjo ditë të jetë jo thjesht një festë, por një kujtim i paharruar, i mbushur me dashuri. Detaje të menduara me kujdes dhe momente magjike për vogëlushen e tyre dhe të ftuarit që kanë fatin të jenë në këtë ditë të rëndësishme për ta. Kiara sidomos po mendon të organizojë një event privat dhe elegant ku çdo detaj nga dekori, muzika, fustani i princeshës së vogël deri te torta të jetë perfekt. Me sa duket, kjo nuk do të jetë thjesht një ditëlindje, por një nga ato festat që mbeten në kujtesë për një jetë të tërë, jo vetëm për të voglën e tyre, por edhe për të gjithë ata që do të jenë pjesë e kësaj dite të veçantë. Të gjithë mezi po presin të shohin se çfarë do të organizojë çifti më i dashur në Shqipëri për bebushen e tyre të adhurueshme. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se si do të vijojë ky organizim i tyre. E sigurt që do jetë një festë përrallore dhe e jashtëzakonshme që do e adhurojnë të gjithë.